Hani 3 fiqe çdo ditë dhe i thoni lam të mirë këtyre problemeve shëndetësore. Fiqtë janë përdorur prej kohësh për të trajtuar dhe lehtësuar një sër komplikacionesh endokrine, respiratore, imunitare, trece e të tjera. Ato nuk përmbajnë yndyrna dhe kolesterol dhe kanë një sasi të ekuilibruar të fibrave, karbohidrateve dhe sheqernave që ato përmbajnë. Këto fruta, kur konsumohen të thata dhe të njohura në ujë, mund t'i japin gjithashtu një mori të përfitimeve shëndetësore. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Fiqtë janë një burim i pasur me lëndë ushqyese. Që të merrni të gjitha përfitimet, këshillohet i konsumoni ato në mëngjes me stomak të zbrazët. Kështu, vlerat që do t'i japin organizmit tuaj do t'i kthejnë ato në një prej frutave më të mirë ushqyes që mund t'i konsumoni gjatë gjithë sezonit. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse konsumoni fiq? Fiqtë janë të pasur me minerale cilësore. Fiqtë janë të pasur me minerale të tilla siç janë për shembull mangani, zinku, magnezi dhe ekuri, që janë jashtëzakonisht të mira për sistemin riprodhues. Nivelet e larta të fibrave dhe antioksidantët që përmbajnë në fiqt ndihmojnë në zhbalancimin hormonal dhe shqetësimeve që sjell menopauza. Fiqtë ruajnë gjithashtu nivelin e glukozës në trupin tuaj. Fiku përmban një sasi të lartë të kaliumit, i cili do të ndihmojë dukshëm në balancimin e niveleve të sheqerit në trupin tuaj. Fiku është një frut shumë i mirë për sistemin tuaj tretës. Përmbajtja e lartë e fibrave të fiqt i ndihmon ata kundër kapsllokut, duke lehtësuar dhe ndihmuar punën e sistemit tretës. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi shumë e mirë për të mbajtur nën kontroll presionin e lartë të gjakut. Antioksidantët e fiku mund të ndihmojnë në eliminimin e radikaleve të lira nga trupi, duke kontrolluar nivelin e presionit të gjakut. Kjo mund t'i ndihmojë ata edhe kundër problemeve siç janë bllokimet e arterieve koronare. Disa studime kanë treguar gjithashtu se fiqt mund të zvogëlojnë nivelin e triglicerideve në trup që shkaktojnë probleme të ndryshme. Ndaj, konsumi i fiqve në vende të ndryshme mund t'i japë përfitime të larta për shëndetin. Ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e fiqve në mënyrë të rregullt dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Fiqtë i mbajnë kockat tuaja më të shëndetshme dhe më të forta. Kockat tuaja kanë nevojë për kalcium në mënyrë që të jenë të forta dhe të kryejnë të gjitha aktivitetet ditore. Kjo mund të ndihmojë duke parandaluar gjithashtu edhe dëmtimet e tyre. Trupi ynë mund të prodhojë kalcium, kështu që mund ta merrni atë nga burime të ndryshme, siç janë për shembull soja, qumshti dhe perimet me gjethe jeshile. Gjithashtu edhe konsumi i fiqve mund t'i japë përfitime të larmishme ushqyese në rastin tuaj specifik. Fiqtë ndihmojnë gjithashtu për të mbajtur një peshë më të rregullt. Nëse i konsumoni në sasinë e duhur ditore, përfitimet që do të merrni prej tyre do të sjellin edhe ndikime pozitive në peshën tuaj trupore. Fiqtë janë të ulën në kalori dhe të larta në fibra. Konsumi i ushqimeve të pasur me fibër, siç janë fiqt, do ju ndihmojë dukshëm të qëndroni të ngopur për më gjatë, duke shmangur kështu dëshirën për ushqime të tepërta dhe jo cilësore. Ekspertët këshillojnë në konsumin e fikut si një përzgjedhje mjaft të mirë ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe gjithashtu në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Fiqtë janë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit. Fiqtë kanë vlera të mira tretëse për shkak të enzimave të cilat bëjnë të mundur asimilimin e ushqimeve dhe substancave të tilla si kalciumi, hekuri, potasi, magnezi, vitamina A, B1, B2, B6 dhe vitamina C. Sigurisht, konsumi i fiqve në vaktet tuaja ditore mund t'i sjellë përfitime të mira edhe aparatit tuaj tretës. Sipas të dhënave të Bright Side, fiqtë janë antiinflamator. Ata ndihmojnë gjithashtu edhe në rastin e intjeve dhe infeksioneve të ndryshme. Fiqtë luftojnë inflamacionin në mushkëri dhe ato të rrugëve urinare, duke përmirësuar kështu në mënyrë të rregullt shëndetin tuaj ditor. Shtimi i fiqve në vaktet tuaja ushqyese do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Konsumi i fiqve në mënyrë të rregullt në sasinë e duhur ditore
do të jetë gjëja më e mirë që mund t'i ofroni shëndetit tuaj në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Fiqtë ruajnë gjithashtu shëndetin tuaj të syve, të lëkurës, kockave dhe dhëmbëve. Kjo falë substancave ushqyese që kanë në përmbajtje të tyre. Fiqtë janë një zgjedhje shumë e mirë e këshilluar për personat që duan të bien nga pesha, duke i ndihmuar ata të lehtësojnë peshën e tepër trupore, sigurisht duke u konsumuar në sasinë e duhur ditore, por kjo nuk vlen për fiqtë e thatë të cilët përmbajnë më shumë kalori. Konsumi i fiqve do të krijojë gjithashtu ndjesinë më të mirë të ngopjes. Nëse si toleroni produktet e qumshtit, fiqtë ju ndihmojnë në dukshëm në këtë aspekt të shëndetit tuaj, dhe përfitimet që do të merrni në fund do të jenë mbreslënse në dobi të vlerave të shëndetit tuaj. Fiqtë janë të pasur me nivele të larta të kalciumit, ndaj janë të shkëlqyer për ata persona që nuk e konsumojnë dot qumshtin ose nën produktet e tij. Fiqtë mund të jenë një përzgjedhje shumë e mirë edhe në betejën kundër problemeve të pagjumësisë. Tripofani që gjendet te fiq do të ndihmojë në lehtësimin e pagjumësisë dhe çrregullimeve të ndryshme të gjumit. Konsumi i frutit të fikut në dietën tuaj ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve që i kanosen atij. Ekspertët e Healthline i cilësojnë fiqt si frutat më të rëndësishëm me përmbajtje të lartë ushqyese, që mund të luajë një rol parandalues kundër një sër shqetësimesh të ndryshme që i kanosin organizmin tuaj në të rësi. Ekspertët këshillojnë konsumin e fikut në mënyrë të rregullt dhe vlerat dhe përfitimet që do të merrni prej tyre do të jenë vërtet mbreslënse edhe në rigjenerimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Fiqtë kanë në përmbajtje të tyre nivele të larta të magnezit, një mineral shumë i rëndësishëm që mbron sistemin ton nervor edhe në betejën kundër stresit. Ai është shumë i rëndësishëm për kockat, gjithashtu dhe imunitetin tonë në të rësi. Ndaj edhe ekspertët e Healthline këshillojnë konsumin e frutit të fikut. Promovon shëndetin dhe vitalitetin, lehtëson kundër komplikacioneve dhe në mënyrë të konsiderueshme ngadalëson gjithashtu procesin e plakjes. Fiqtë e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa fiqtë e freskët, ndaj konsumi i tyre në mënyrë të rregullt në sasinë e rekomanduar ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Sigurisht, fiqtë janë të pasur me kalium, kalcium, hekur, fosfor, bakër, vitaminën B6, vitaminën C, si dhe beta-karoten, shumë të rëndësishme këto të cilat do të ulin gjithashtu edhe përmbajtjen e lartë të yndyrnave falë fibrave më shumë se cili do frut tjetër. Për këtë arsye, fiku është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të japë përfitime të çmuara në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Pektina është një fibër që gjendet te fiku dhe mund të ulë gjithashtu dëshirën për ushqime jo cilësore. Ndaj edhe konsumi i fiqeve në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët e Healthline e cilësojnë fikun si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese për dietën tuaj. Fiqtë kanë një përqindje të lartë të sheqernave, elementeve të tyre ushqyes që do të luajë një rol parandalues kundër inflamacioneve. Ndaj konsumi i fiqve në mënyrë të rregullt në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi edhe për t'i siguruar trupit në mënyrë që të punojë më shpejt, të pranojë dhe klasifikojë më mirë informacionet që ai merr gjatë gjithë ditës. Sigurisht, fruti i fikut është një përzgjedhje shumë e mirë për të nisur ditën dhe për të nxitur gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj në të rësi. Ekspertët i cilësojnë fiqt si një prej frutave më të rëndësishëm për mbrojtjen e shëndetit, pasi janë të shkëlqyer dhe të pasur me vlera të larta ushqyese. Gjithashtu mund të cilësohen si një vakt praktik dhe i thjesht për atletët dhe profesionistët që merren me sporte. Sigurisht, përfshirja e fiqve në vaktet tuaja ditore do të jetë një mundësi e çmuar e organizmit në betejën kundër komplikacioneve të tij. Ndaj përfitoni nga rasti dhe i konsumoni ato në dietat tuaja ditore brenda sasive të rekomanduara. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.